këshilltari i Bezet Pacollit, keni sjell një njohje. Në Kenya ka 2 rryma politike. Kenya është njëri prej 4 qendrave kryesore të Organizatës Kombeve të Bashkuara në botë. Jo në fakt e njihni këto sa ka qenë opozit. Glen Guri pa lëviz e ftuan presidentin Ruto në një vizitë private. Si u du Kosova kur erdhi për herë të parë? Serbia ka qenë shumë aktive në Kenya. Stërthorëse kishte ndikim. Për shkak zhvillimeve të mbrëmshme. Ambasada e Serbisë në Nairobi është praktikisht njëra prej ambasadave më të mëdha atje. Ndikimi i Pacollit atje është shumë i madh. Është një fat i madh për vendin që ka një personalitet si zoti Pacolli. Sa njohje i ka sjell Bezet Pacolli Kosovës? Numri është diku te 43 një. Dhe ka shumë ngjashmëri të jashtëzakonshme me vetë deklaratën e shpalljes së pavarësisë. Mund të shërbej edhe si ekzemplar për lobim në vendet. Ajo që shkruan presidenti i Kenias për Bezet Pacolli. Në njërin prej kopjeve shkruan që i dorëzohet Bezet Pacollit presidenti i 3 i Republikës Kosovës, data dhe në shkrim. Ndërkohë ju keni pas përplasje me presidentin. Angazhimi në këtë drejtim për zotin Pacolli nuk më kupton në i përfitim të asnjë lloj natyre. Fuqishme Serbia në këtë drejtim apo i natët tona? Kishte edhe mungesë të përshëndetjes së kësaj njohje nga sa janë afër këto njohje? 3 prej cilave janë shumë afër. Beona në 2018 kam refuzuar postin e ministrit. I kemi ndruar pozicionin e Amerikës, është e frekshme. Ndosh quhet dikën Hajvan, ndosh është absolutisht i parancishëm. Atje diskursi nuk duhet më ndryshu. Mirëmbrëma miq. Po rikthehemi në paradoks mbas një pauze goxha të gjatë me një mysafir special, me Jetlir Zyberin. Mirë se erdhe, Jetlir. Mirë se u gjeta, faleminderit. Jetliri është këshilltari i Bezet Pacollit, ish presidenti i Republikës Kosovës, ish ministër i jashtëm. Ndërkohë, duke qenë afër tij, ka arritë të siguroj kontakte, krijoj kontakte me njerëz të cilat po i përdor në të mirë të Kosovës. Natyrisht bashkë me Bezet Pacollin, sepse ai është lokomotiva e gjithë këtij procesi. Jetlir ju keni sjell një njohje, mbase ndër më të rëndësishmet. Kjo njohje bie pas një pauze të gjatë, domethënë gati 5 vjet prej kur na njohu Izraeli. Si e sollet këtë njohje për Kosovën? Duke qenë po ashtu se nuk keni pozit në shtet, si jeni ministër, nuk keni kurfar funksioni publik, por vetëm si afarist zoti Pacolli dhe jo afër tij, i sillni Kosovës diçka kaq të mirë. Në fakt nuk është rezultatet nuk janë të rastësishme në këtë drejtim. Aktiviteti i zotit Pacolli në të mirë vendit në drejtim të afirmimit Kosovës në arenën ndërkombëtare nuk është i tanishëm. Publikun Kosovë, qytetarët, mediat, gjithë këtë aktivitet, për këtë aktivitet janë të njoftuar që më shumë se 20 vite paka shumë. Zoti Pacolli duke qenë edhe jashtë politikës, në periudhën 2003-2004, kapacitetet e veta të ndërtuara kryesisht në fushën e biznesit i ka orientuar në drejtim të lobimit për pavarësinë e Kosovës në atë periudhë, siç mund ta dini, në periudhën 2004-2005 zoti Pacolli ka krijuar një organizatë e cila seline kishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe e cila në mes nxirjen e vet kishte personalitete dhe figura të njohura me influencë të madhe në Washington në atë periudhë dhe që për qëllim kishte sensibilizimin e opinionit politik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për mbështetjen e shpalljes së pavarësisë së Kosovës në atë periudhë. Në momentin pastaj të shpalljes së pavarësisë, e cila natyrisht ishte me sponsorizimin e SBA-s, zoti Pacolli
fuqin, kapacitetet e veta i orientoj me njëherë në drejtim të lobimet për përfitimin e njohjeve të reja për Kosovën, cilat janë po ashtu të nevojshme, dhe që aktiviteti ti dhe joni pas ti ishte kryesisht në këtë drejtim. Për rastin e fundit, nuk është diçka që ka filluar vitin e kaluar ose kohët e fundit, por puna në këtë drejtim pa të filluar që nga viti 2009-2010, normalisht me krijimin e kontakteve, sepse deri te ardha e një njohje, e veçanërisht të shtetet e mëdha dhe që kanë influencë të madhe në regjion ose në kontinent, nuk është e lehtë. Aktiviteti në Kenya konkretisht, pa të filluar në 2009-2010, duke u intensifikuar në periudhën 2016-2017. Pra, ajo që dëshiroj të them është që nuk është një gjë që arrihet lehtë, arrihet në një periudhë shumë të shpejtë, por që nevojitet investimi i kohës, energjisë, i kapaciteteve dhe çdo gjë tjetër deri te ardha e rezultatit. Pra, ardha e njohjes nga Kenya, përveç se si momentum, për shkak se në 5 vitet e fundit në Kosova nuk pati ngecje në këtë drejtim, që nga periudha kur Kosovës i erdhi njohja nga Izraeli, një njohje jashtëzakonisht e rëndësishme edhe për faktin që erdhi se si erdhi në zyrën e valet të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e ka rëndësinë e vet dhe e cila pastaj edhe duhet të edhe besoj që duhet të shfrytëzohet nga autoritetet e Kosovës që në këtë drejtim të ketë angazhim edhe më të madh, sepse njohja nga Kenya tregon edhe një gjë, që Kosova e ka mundësinë e vet që të avancojë në këtë drejtim, por nuk po punon në këtë drejtim. Po duhet ta fokusoj energjinë, duhet ta fokusoj punën edhe angazhimin, sepse Kosova ka pasur ngecje edhe përveç në drejtim të përfitimit të njohjeve, edhe në drejtimin e antarësimit në organizata ndërkombëtare që janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Edhe që janë shumë natyrisht. Për vendin tonë, edhe që përveç përfitimeve financiare ka edhe përfitimet të programeve të ndryshme. Zoti Zymeri, duhet të flasim pak për presidentin e Kenjas, William Ruto, i cili është pro-amerikan. Në Kenya ka 2 rryma politike. Ka rryma ato që anojnë ka Rusia dhe ky që anon nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra vendin e tij e ka orientuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ç'është Kenya për ju, sepse në momentin që flasim për shtete afrikane, ne kemi pas paragjykime se janë të prapambetën, që janë të varfër, na kujtohen ato pamjet e vjetra të ekzistojnë stereotipe të luftrave, ndërkohë Kenya që del të jetë njëri prej shteteve me zhvillim ekonomik shumë të madh, me kulturë të lartë, me territor shumë të madh. Ekzistojnë stereotipet kryesisht për vendet afrikane nga pamjet për dokumentar të ndryshëm, por Afrika, në fakt, orientimi edhe përplasja, si më thonë, globale, për dominim tashmë është Afrika, dhe për shkak të pozicionit gjeografik, të kapaciteteve në aspektin e resurseve njerëzore, të potencialit madh ekonomik. Është, si me thonë, territor fushbetej për dominim të superfuqive. Në të kaluarën, kryesisht pas luftës dytë botërore, kur rendi i ri botror është ndërtu, kontinenti afrikan pak a shumë ka ngel në influencën ruse në atë periudhë. Dhe pastaj në atë pjesë të botës, edhe Jugoslavia ka pasur qasje të madhe nëpërmjet lëvizjes të painkuadruarve, që është themeluar nga Tito, por edhe presidenti parë i Kenjas ka qenë njëri prej
3 personave që e kanë udhëheqë lëvizjen atë pa të inkuadruar. Tash atë lëvizje të cilën e ka udhëheqë Jugosllavia, Serbia pastaj pas shkatrimit të Jugosllavisë e ka shfrytzuar maksimalisht duke u prezantuar në atë pjesë të botës si trashëgimtare e Jugosllavisë. Dhe njerëzit qytetarët në atë pjesë të botës e identifikojnë Serbinë me Jugosllavinë dhe maksimalisht Serbia e shfrytëzon në favor të vetën këtë narracion. Po presidenti aktual i Kenjas e ka ndru paka shumë kursin e orientimit politik të vendit vet. E ka orientu vendin e vet kryesisht në drejtim të perëndimit, demokracive perëndimore. Pra është shtetë demokratik? Absolutisht. Kenia është njëri prej shteteve më të konsoliduara në Afrikë. Ka mbohen zgjedhjet rregullta demokratike, funksionon rendja dhe ligji, ka transferim paqësor të pushtetit dhe është një vend me kulturë të lartë demokratike, përkundër faktit që është vend jashtëzakonisht i madh. Diku ka territor 600.000 km2 edhe me popullsi prej 60 milion banorëve. Por rëndësia politike edhe diplomatike e Kenjas nuk është vetëm kjo. Kenia është njëri prej 4 qendrave kryesore të Organizatës Kombeve të Bashkuara në botë. OKB-ja ka qendrën në New York, që është qendra botërore, e ka në Gjenevë, e ka në Vjenë dhe e ka në Nairobi, që është qendra botërore e OKB-s për mjedisin, edhe në cilën janë të koncentruar një numër i madh praktikisht nga e gjithë bota. Prej sa kohë është e njihni ju presidentin aktual të Kenjës? Në fakt, si ka qenë njohja me to? Në fakt, qysh e thash edhe më përpara, aktiviteti ish presidentit Pacolli. Jo në fakt e njihni këto sa ka qenë opozitë. Zëvendës president. Zëvendës president. Por që nuk ka qenë udhëheqi. Aktiviteti ish presidentit Pacolli atje, joni atje ka fillu që në kohën që në periudhën 2010-2011, që ekskluzivisht për çështjen e njojës Kosovës. Pastaj nëpërmjet kanaleve të ndryshme, sepse zoti Pacolli e ka një parem i cili e udhëheq në punën e vet. Praktikisht, me thonë në gjuhën popullore, nuk lën guri pa lëviz për me ardhur deri te rezultati. Dhe nëpërmjet kontakteve të ndërtuara atje, ne në vitin 2016 kemi arrit deri te zëvendës presidenti i Kenjas, me pas qasje, i cili aktualisht është president. Dhe në atë periudhë, në takimin e parë, paka shumë ka funksionu kimia në ndërtimin e raporteve njerëzore. Por rezultati ka mungu për shkak se në atë kohë presidenti Ruto ishte zëvendës president dhe nuk ishte personi i cili ishte vendimars në këtë fazë. Dhe spjegimi i të vërtetës, i realitetit, se si Kosova ka ardhur deri te shpallja e pavarësisë, pas përpjekjes së madhe ndërkombëtare që mes palëve me gjetë një kompromis se si tecet përpara, e drejta historike e popullit ton, vujtjet edhe çdo gjë tjetër, spjegimin këtë drejtim edhe e drejta është në anën tonë. Problemi është që se si të arrihet deri te ajo komunikimi dhe bindja. Bindja që me marrat hap, sepse argumentat nuk mungojnë. Kjo është më komplekse. Pastaj futen mes edhe raportet mes shteteve, rreshtimi se si ku qëndron politikisht edhe në aspektin diplomatik një shtet. Dhe pas takimit parë ne i kemi kultivuar raportet. Po jo vetëm, unë po e jap shembullin vetëm të Kenjas, por në këtë drejtim është... Do flasim edhe për setit. Domethënë është pak a shumë e njëjta rrugë, po me detajet ndryshme
në raportet me secilin shtet veç e veç. Dhe kemi kultivuar raporte edhe në aspektin personal, që i bjen, më thonë, ftesa me orë në Kosovë, me po realitetin, me kalu disa ditë në Kosovë, me prek realitetin e Kosovës, që se Kosova është një shtet edhe një vend i cili synimin kryesor e ka bashkangjitin edhe integrimin në familjen e moda evropiane, synim kryesor e ka përqafimin e vlerave demokratike, respektimin e pakicave edhe çdo gjë tjetër. Dhe në këtë drejtim pastaj ne e ftuam presidentin Rutën në një vizitë private. Në atë kohë prapë ishte zënës president në Kosovë. Kemi kalu shumë kohë bashkë edhe në forumet ndryshme ndërkombëtare. Gjatë kohës së ishim ne në qeveri edhe një farë marrëveshje nisore ishte që kur të vjen pushtet, mund bëhet hapi, sepse e kam të pamundur tash, sepse edhe presidenti para prak ishte paga shumë i runte ekuilibrat mes Amerikës edhe Rusisë. Si u du Kosova kur erdhi për herë të parë? Absolutisht vend shumë misor. Pëlqen të ushqimi, pëlqen të energjia pozitive e njerëzve, mikpritja, sepse paga shumë ne kemi një përbashkët me vendet afrikane. Shtypjen. Atë që shumica e vendeve afrikane e kanë përjetu deri në vitet 60-70, që është kolonializmi, ne kemi përjetu deri në vitin 99. Më thonë, është edhe bashkë ndjejmë bashkë. Kemi pas paga shumë, e kemi të përbashtën, që është shtypja, është kufizimi i lirive, është trajtimi njerëzor në format ndryshme. Edhe nuk është e vështirë me gjetë kompromisin me ta, sepse për ta është e pakuptueshme vetëm, por që duhet më ju shpjegoj, është e pakuptueshme se si qytetar të dorës tretë brenda një hapësire jemi trajtu ne deri në vitin 1999. Atë që ata e kanë përjetu gjatë periudhës kolonializmit. Zoti Xhemberi, Serbia ka qenë shumë aktive në Kenja për ta parandalu këtë njohje. Sigurisht ata e kanë ditë që ju po punoni për ta sjellë. Madje dërgoi edhe bashkëshorten e vet zoti Vučić. Ishte edhe një deklaratë e presidentit Serbisë diku në shtetor të vitit kaluar. Çfarë ndikimi kishte Serbia? Serbia është prezente. Ndikim Serbia në kuptimin që u shty deri tash apo thjesht ishte tërthorazi kishte ndikim. Për shkak zhvillimeve të mbrëmshme. Për shkak të vitin e kaluar ishte procesi i zgjedhjeve për udhëheqësin sekretarin e përgjithshëm të Unionit Afrikan. Dhe Kenya e kishte kandidatin e vet në ato zgjedhje. Unioni Afrikan është paga shumë si Bashkimi Evropian. Jo tërësisht. Natyrisht. Por është organizata në cilën bëjnë pjesë gjitha shtetet e Afrikës. Edhe që është absolutisht një organizatë shumë e fuqishme politike. Dhe ndikimi serb nëpër vendet afrikane e prolongoi, e shtyr njohjen formale të Kosovës nga Kenya, ju siç e dini ne e morëm Kenya e njohu pasaportën e Kosovës në vitin 2023. Si hapin e parë drejt njohjes. Por shiko, Serbia ka ndikim jashtëzakonisht madh në Kenya. Edhe është jashtëzakonisht ka prezencë të madhe atje. Për shkak të faktit që përmendëm më herët. Kishit frikë se do dështonit? Shiko, frika ekzistonte, por Kenya është shtet serioz. Është shtet serioz, ju mundeni me po edhe në aspektin protokollor. Teksti i njohjes është absolutisht. Do të flasim tash për tekstin e njohjes. Sepse fakti që presidenti parë i Kenjas bashkë me
ish prezidentin e Jugosllavisë, Tito. Ishin bashkëthemeluesit e lëvizjes të painkuadruarve. Përveç prezencës politike atje Serbia ka pas Jugoslavia. Ka pas edhe prezencë ekonomike në Kenya. Prezencë e cila vazhdon të jetë edhe kësaj dite. Ambasada e Serbisë në Nairobi është praktikisht njëra prej ambasadave më të mëdha atje, edhe me prezencë të stafit, por që edhe fuqia ekonomike e Serbisë ka qenë prezente dhe vazhdon të jetë prezente atje. Për shembull, në Kenya, ju mund të shihni edhe sot e kësaj dite ndërtesa që e përngjajnë është projekti i njëjtë i hotelit Grand atje, sepse i kanë ndërtu kompanitë jugoslave që kanë operu edhe një pjesë vazhdojnë me operu atje edhe sot e kësaj dite. Më thonë, ka qenë shumë komplekse edhe ju mund të shihni edhe reagimin e Serbisë, largoi ambasadorin, shenjë proteste për këtë hap, se ishin shumë të irrituar. Por Serbia ka qenë koshinte, ka punu në këtë drejtim, përveç që ka dërgu gruan e vet, presidenti i Serbisë, ai ka tentuar edhe në përforume, siç ishte vitin e kaluar në Kinë, por që ai deklaroi para mediave që është shumë e vështirë për shkak se ndikimi i Pacollit atje është shumë i madh. Edhe përkundër faktit që unë më shumë se 15 vite punoj me ish president Pacolli, unë konsideroj që për vendin është jashtëzakonisht një fat i madh për Kosovën, që ka një personalitet si zoti Pacolli, i cili në rrethona të caktuara, në situata të caktuara arrin me u ballafaqu dhe me ngallëny në emër të Kosovës, natyrisht, sepse dikush mund ta identifikojë si qytetar privat, por Recep Pacolli është ish presidenti i Kosovës. Është ish ministri i jashtëm i Kosovës. Ka kredenciale. Dhe ka kredenciale që me përfaqësu vendin në arenën ndërkombëtare. Po e them pa modesti që është një fat i madh për vendin që ka një personalitet si zoti Pacolli, i cili në situata të caktuara është në gjendje me mbajt mbi supe komplet një proces, një barë. Një barë që nuk është e lehtë sepse përballë ka një superfuqi. Ndërkohë është vetë. Po, është vetëm këtë proces. Në anën tjetër, Serbia ne duhet ta pranojë një gjë të tillë, nuk është ka kapacitete të jashtëzakonshme, qoftë në aspektin financiar, qoftë në aspektin diplomatik, ka shtrirje të mëdha në gjithë botën, e besa në mbështetje e ka edhe Rusinë e Kinën. Prandaj po them që falenderimi për zotin Pacolli, sepse natyrisht zoti Pacolli nuk e bën këtë angazhim për falenderim, për marrjen e falenderimeve, sepse megjithatë një mirënjohje është me pakta që do ta merrte. Por mirënjohja në këtë vend, në këtë drejtim, është kjo që po e them, është fat për neve, është fat për Kosovën që e ka një personalitet tillë dhe personalitetet e tilla unë besoj që si vend, si shtet, si shoqëri duhet t'i mbajmë afër dhe t'i shfrytëzojmë maksimalisht. Zoti Xhamberi, deklarata njohëse po e quaj kështu, deklarata njohëse e Kenias për shtetin e Kosovës, sa e mbajmë mend unë është prej më të gjatave që na ka ardhur prej një shteti. Dhe ka shumë ngjashmëri të jashtëzakonshme me vetë deklaratën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ky tekst i cili është folë, është spekulu, sikur e keni shkruar ju, dhe e kanë nënshkruar. Si ndodhi me pas njohja nga Kenia këtë përmbajtje, kaq domethënëse, kaq të fuqishme, ku përmendet edhe vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Kenia është, siç e thash, Kenia është vend serioz, është vend me traditë edhe protokollore, edhe shtetërore. Edhe paka shumë dominon kultura britanike e shtetë ndërtimit në atë proces. Praktikisht, ne e dëgjum gjatë
momentit kur presidenti, si që do protokolli, para se të nënshkruj, e lexon me zot lartë çka ka me nënshkru. Në mënyrë solemne, natyrisht, sepse ai din çka ka me nënshkru. Por në aspektin solem, ceremonial, e lexon edhe njerëz çka ka me nënshkru. Nëse dëgjohet në fillim, thot, atëherë po lexojmë çka kemi me nënshkru. Natyrisht një tekst briljant, do të thonë, i cili Jo se kishit pa deri absolutisht jo. Por kjo është sigurisht sepse është përmbledhje, analizim dhe kompletim i krejt bisedave, i krejt zbërthimit të fakteve. Që keni pas jo. Që kemi pas gjatë periudhave të ndryshme, furnizimit me materiale, prezantimi i realitetit praktikisht, dhe ata e kanë përmbledh në një tekst i cili ishte absolutisht fantastik dhe i cili mund të shërbej edhe si ekzemplar për lobim në vende të tjera. Si shembull në vende të tjera. Domethënë, përmbledhje më të mirë, e cila, ne mund të bëjmë përmbledhje edhe më të mirë. Po si akt gjykimi ishte për... Si akt gjykim, në fakt. Vetëm tekstin e njojës Kenjas, me e marë si shembull, mi u prezentu shteteve, është argumenti mjaftueshëm që shtetet serioze i bën me kuptu se... Janë edhe ty detaje këto. Ky stilolaps, Jetler. Këtë stilolaps me cilin e nënshkroi njohjen e Kosovës presidenti Kenjas, ndërkohë e keni jo, e keni dhurat nga... Po, ashtu si që thash, stilolapsin e dhurova babait tim, i cili është... Ish pjesëtari UÇK-s. Ish pjesëtari UÇK-s. Ish pjesëtari UÇK-s ka qenë gjatë kohës, gjatë periudhës kur është angazhuar në UÇK, ka qenë profesor dhe për aktivitetin e cilit jam absolutisht krenar. Edhe e konsideroj veten jashtëzakonisht me fat që në momentin më të rëndësishëm të vendit tonë baba im është trashtu edhe ka dhënë kontributin e vetë për çlirimin e Kosovës duke mos kursyer asgjë nga vetja. Dhe natyrisht kjo ishte një shenjë mirënjohje, sado e vogël, edhe një satisfaksion për të. Në fakt, ideja ime ka qenë që t'jetë prezent aty, por që për shkak të rrethonave ishte e pamundur. Nuk ndodhi. Po është edhe një detaj tjetër që do ndojmë bashkë. Një detaj tjetër është shumë interesante dhe ajo që shkruan presidenti Kenjas për Bexhet Pacollin. Po, këto po ta dërgoj që të... A mund na tregoni çka shkruan zoti Ruta? Nëse mund ta publikoni këtu. Po patjetër do ta shfaqim. Na lexo atë pjesë se çka... Në njërën prej kopjeve, sepse në shkruan 3 kopje, 2 i dërgohen shtetit të Kosovës, dhe të cilat ende zoti Pacolli nuk ka ardhur në Kosovë, po që do të dorëzoj zyrtarisht të institucionit. Në njërën prej kopjeve shkruan që i dorëzohet Bexhet Pacollit, presidenti i 3 i Republikës Kosovës, data dhe nënshkrimi. Si e shkruar me dorë nga vetë presidenti. Po, që ishte diçka e rrallë. E rrallë, po ishte edhe një nder... Duhet ditë që janë vetëm 3 kopje, nuk ka kopje tjera të kësaj. Ja, nuk ka kopje. Protokolli 2 dorëzohen shtetit Kosovës dhe një ngelet te autoritetit kenjez. Jetler, juve ju falenderoj zotin Pacolli, falenderoj presidentja e Kosovës, e falenderoj kryeministri i Kosovës po ashtu, partitë politike, për këtë njohje që na erdhe. Ndërkohë ju keni pas përplasje me presidenten këto muajt e fundit, vitin e kaluar, goxha përplasje. Dhe mirë që e falenderoj zotin Pacolli. A keni pas komunikim me kryeministrin, me presidenten rreth kësaj dhe
A kanë ofruar ata ndonjë lloj mbështetje që zoti Pacolli të vazhdoj lobimin për njohje? Komunikimi por ka qenë pas prezantimit të njohjes. Po. Më herët nuk ka pas. S'keni pas komunikim? Jo. Më herët nuk ka pas komunikim. Edhe gjatë atij komunikimi, zoti Pacolli ka kërku nga presidentja që të ulet dhe të diskutoj për hapat e më të tjeshëm. Është absolutisht i rëndësishëm. Ka kërku presidenti? Jo, presidenti Zoti Pacolli. Po, ka kërku. E ka marrë këtë miratim? Pastaj ne u ndam, sepse zoti Pacolli udhtoi më njëherë për Evropë dhe nuk kam njohuri për vazhdimin e komunikimit, por besoj që kur djen zoti Pacolli nëse ka pas përgjigje pozitive në këtë drejtim do të ulet. Dhe zoti Pacolli absolutisht është i hapur, sepse angazhimi në këtë drejtim për zotin Pacolli nuk nënkupton ndaj përfitim të asnjë lloj natyre. Zoti Pacolli investon kapacitetin e vet, kohën e vet, energjinë e vet, paratë e veta, që është investim jashtëzakonisht i madh, veçanërisht në aspektin financiar. Edhe kështu që deri atë ditë nuk ka pasur, besoj që duhet të ketë, sepse mos harros që kemi një armik që është jashtëzakonisht edhe i eger, edhe që ka kapacitete të mëdha. Po është ma e fuqishme Serbia në këtë drejtim, apo inatet tona? Diku më rrinë inati. Nuk krahasohen. Natyrisht nuk krahasohen. Por që inatet duhet t'i lëmanash. Po, megjithatë ka inat. Kishte inat e jashtëzakonshëm në deklaratën e ministrës së jashtme, e cila tha kemi pas folna me ish presidentin për këtë njohje. Pra ishte një deklaratë, s'po du me dhonë cilësime, po jo e duhun. Një politikan britanik e ka një shprehje, thot, nuk mund të por unë pja për shtati, nuk mund të krijojnë vende pune, ai i cili në jetën e tij nuk ka krijuar asnjëherë në asnjë vend, qoftë në aspektin privat. Edhe në këtë drejtim nuk mund të ketë sukses dikush i cili në jetën e vet nuk e ka ndërtuar asnjë lloj, nuk e ka pas asnjë lloj suksesi, qoftë edhe më të vogël. Kështu që as nuk du të merrem me atë pjesë. Fusha, terreni është i hapur. Kosova nuk e ka pas me marrë vetëm një nga Kenia, apo jo? Sigurisht. Janë edhe një 70 shtete që nuk kanë njoftë Kosovën. Pse nuk i kishin gjitha instrumentet dorë? Pse nuk i sollën? Pse nuk e sollën qoftë edhe njën diku te Mikronezia ose një mikroshtet? Kishte edhe mungesë të përshëndetjes së kësaj njohje nga vendet aleate të Kosovës, që është e çuditshme. Do thonë, a deri në këtë pikë kemi sjell në raportet me Amerikën, me Perëndimin, sa ata mos mi u gëzuni njohje të tilla publikisht po flas. Ti je i bindur që në aspektin e asaj që bëjmë ne koordinohemi edhe me aleat e Kosovës. Se prapo e them, zoti Pacolli nuk është qytetar privat, është ish president që në një periudhë të caktuar ka mos ka asnjë funksion publik. S'ka aktualisht, por kredencialet i ka. Dhe që qoftë në administratën e re të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, qoftë me alat të tjerë në për Evropë, ne koordinohemi e informojmë për hapat edhe se cilin veprim që e bëjmë këtë drejtim. Përgjithësia pastaj e komunikimit zyrtar është e shtetit, e institucioneve. Por, shiko, unë prapë po them, sepse t'ingllon paka shumë vetëmburrje këtë drejtim. Me pas një personalitet si zoti Pacolli i cili mund të shfrytëzohet nga shteti i Kosovës, është fat. Sepse kapaciteti i zotit Pacolli në këtë drejtim
e ka dëshmuar të kaluamën edhe në këtë rast që të i kalon kapacitetin e komplet të shtetit të Serbisë. Sepse edhe ne kemi të drejtën në anën tonë. I kemi argumentet në anën tonë. Po të drejtën e kemi edhe për plot shtete tjera. Po, Të drejtën e kemi edhe shtetet që kanë tërheqë njohjen. vetëm duhet mi prezentuat. Për çka do të flasim Duhet me punu në drejtë. Pra ka mungesë pune. Absolutisht, pa e shihet. Sa njohje i ka sjell Bexhet Pacolli Kosovës? Po flas kështu Direkt Direkt. dhe indirekt. Direkt dhe indirekt, numri është diku te 43 njohje. 43 njohje. Po. Që është numër jashtëzakonisht i madh. Numër shumë i madh. Veçanërisht për botën e Afrikës, Po, asaj po, pjese. Sa njohje na u kanë tërheqë Jetler? Dhe çka do të thotë tërheqja e njohjeve për shtetin e Shiko, në Kosovës? drejtën dëmëtare nuk njihet. Nuk njihet, po thjesht vendos mos me Por që praktik. Por që i ngrinë raportet. Po, I ngrinë raportet, nuk në mbështet në organizatat ndërkombëtare, s'ti një simbole, s'ta një pasaportën, nuk në mbështet në për forume, me vot, rreshtohet në anën e Serbisë, për shembull, siç e kemi rastin e Interpolit, UNESCO, ose të organizatave tjera të rëndësishme. Shiko, kë Serbia më shumë ka ushtru propagandë dhe ka përdorur mjetet e jashtëzakonisht të mëdha financiare në drejtim të bindjes së udhëheqësve të shteteve që më nënshkruajnë dokument ku shkruhet tërheqja e njohjes. Gjatë kohës sa kemi qenë në qeverina, jemi përballë me një luftë të tillë. Por për shembull, kapacitetet që i kemi poseduar ne, zoti Pacolli. Për shembull, kemi rastin e Liberisë, kur kryetari i kuvendit Liberisë viziton Serbinë, e jep një deklaratë atje që Liberia e tërheq njohjen, dhe pas 2 ditësh ne vizitojmë Liberinë dhe në takim me presidentin e shtetit, ai e demanton dhe thot absolutisht jo. është e pavërtet. Është e pavërtet, sepse, shiko, Nuk keni ne, domethënë keni qenë aktiv në këtë drejtim. Edhe në parandalimin e tërheqjes së absolutisht, edhe në numër i madh, sepse efekti është diplomatik. Kryesisht ndikon edhe të shtetet që nuk e kanë njoftë Kosovën, të shtetet që janë skeptike, ndikon një propagandë e tillë. Dhe pastaj aktiviteti jonë diplomatik ka arrit deri në, po flas gjatë kohës sa kemi qenë në qeveri, ka arrit deri në nivelin e prezantimit të fakteve që Serbia po përdor korrupsion, po përdor furnizim me armatim të shtetet afrikane, që të ato shtetet që kanë jo stabilitet, që kanë luftë civile. Që ta arri efektin e asaj që është quajtur tërheqja e njohjeve. Faktet cilat pastaj nëpërmjet ambasadorit Gjermanisë në Këshillin e Sigurimit, Christopher Heusgen, janë prezantuar edhe në Këshill të Sigurimit. Faktet cilat janë siguruar, kanë qenë siguruar nga ana jonë në atë periudhë. Por suksesi i jashtëzakonshëm e ti prezantu Gjermania. Absolutisht, sepse ne kemi prezantu realitetin të vërtetat, të bazuara në fakte, për aktivitetin e Serbisë në atë periudhë. Se çka ka bën Serbia, ne kemi arrit njëri prej sekserëve kryesor të Dačićit në atë periudhë, që është një serb nga Slovenia, Vladimir Cizel, keni shkruar edhe jo në atë periudhë, nëpërmjet prezantimit fakteve nga ana jonë, aktivitetit tonë diplomatik në 7 shtete të Afrikës, ka flet arrest ai person, i cili është sot aktivitetin e vetë zhvillon në Serbi, sepse ka qenë kontrabanduesi më i madh i armëve në ato shtete. Dhe sigurimi i fakteve nga ana jonë i ka shtyr ato shtete që me lëshu flet arrest për atë person. Dhe Serbia me pas pasoja për 20 e tij. Absolutisht. Natyrisht ne nuk mund të flasim për shtetet me të cilat po punoni, zoti Pacolli po punon për... Kemi edhe 7 shtete. 7 shtete.
aktivitetin cilat ka fillu diku në 2017. Janë të asaj pjesë, Po, sigurisht. të asaj pjesë. Të asaj pjesë. Sa janë afër këto njohje? 3 prej cilave janë shumë ofër. Por që njohja nga Kenia Kenia është lokomotiv për atë pjesë. Pra do t'i shtyjë edhe shtetet tjera për të marrë vendim. Absolutisht edhe reagimi e figurave të respektuara në perëndim për Kenian, sepse unë jam edhe në kontakte me ministrin e jashtëm atje dhe me presidentin edhe shkëmbejmë reaksionet pas hapet që kanë marrë Kenia, ka qenë absolutisht pozitiv. Për shembull, ish ministri i jashtëm i Britanisë, Denis McShane, Po. e cilësoj si hapjarzanisht mençur të Kenias, rreshtimin për krah vendeve perëndimore që e njohin pavarësinë e Kosovës. Një numër i madh i figurave, po ashtu edhe Kenia ka marrë falënderim edhe nga shtetet dhe nga lehtë e Kosovës në aspektin diplomatik. Sa afër janë këto njohjes? 3 prej cilave janë shumë Kur afër. mund ndodhin? Është çështje javësh, muajsh? Ashtu, muajsh. Janë të fuqishme? Janë Po, njëri prej cilave është shumë shteti i fuqishëm. Ndërkohë është folësh, spekuluese, keni interesa personale, apo po e bëni për të qenë mbase edhe ambasador në Kenia, apo Kushon personalisht? Jo personalisht, do me thonë kështu, për rrjetet sociale është përmend. Kosova ende nuk ka marrë vendim për hapjen e ambasadës në Kenia. Sa është e rëndësishme kjo? Kur duhet patjetër. të ndodhë? Absolutisht patjetër. Duhet Kosova, sepse Kenia e ka marrë veprimin formal për hapjen e ambasadës Kenias në Kosovë, në Prishtinë. Natyrisht që kemi insistuar ne që ta mbuloj gjithë rajonin nëpërmjet Kosovës. Që do të ishte diçka e jashtëzakonshme. Absolutisht, po. Pra, jo të mbulohemi ne nga një vend tjetër. Po, që ta mbuloj rajonin nga Kosova dhe ata e kanë marrë këtë hap edhe Kosova, prezenca e Kosovës atje, edhe për shkak të rëndësisë politike, diplomatike që Kenia ka në kontinentin afrikan, është jashtëzakonisht e mençur. Shqipëria e ka ndërmarrë hapin formal, ka marrë vendimin për hapjen e ambasadës shqiptare në Kenia dhe ta mbuloj atë pjesë të botës atje. Dhe në këtë drejtim edhe zoti Paculli e falenderoj kryeministrin e Roma për ndihmën. Në vitin 2023 në nëntor, fatkeqësisht zoti Paculli e kishte të pamundur të ishte unë bashkë me kryeministrin e Roma e kemi zhvilluar një takim me presidentin e Kenias në Dubai dhe natyrisht përveç bisedave protokollore diplomatike, kryeministri i Roma në atë kohë i tha presidentit Kenias që po e hapim një temë që besoj që Paculli ta ka ngarku kokën që ne kohë gjatë, tha njohjen e Kosovës. Çfarë tha si ishte reagim? Ja, reagimi ishte natyrisht Se do të ndodhë? Ja, ishte po e di realitetin komplet. Sa i përket asaj për ambasador VB-un në 2018 kam refuzuar edhe postin e ministrit. Natyrisht ofruam pe presidentit Paculli gjatë kohës sa ishim në qeveri. Kështu që absolutisht as në ambicjet e mia Nuk për të ardhmen nuk hënë. Kosova duhet me bë ambasadën. Ka mjaftueshëm njerëz që me i dërgu atje, por nuk është në planet e mia as ambasador, as minister. Unë synimet e mia i kam të orientuara krejt diçka tjetër. Natyrisht ne s'mund të shmangemi aktivitetit politik. Po. Ne jemi këtu, por që absolutisht nuk qëndron ajo. Ju do të udhtoni javën tjetër? Secili, po. Dhe kur jo pa qëllim po e përmendni, do të udhtoni. Cilat do të jenë aktivitetet e juaja në ditët në vazhdim? Keni një plan konkret se çfarë do të bëni me shtete tjera? Është deklaruar Kenia, presidenti i Kenias i gatshëm që
edhe ai të merr hise në lobim për Kosovën. Po, absolutisht po. Absolutisht po, edhe shiko, në momentin të mërkurën e kaluar ndodhi njohja nga Kenia, zoti Pacolli, presidenti Pacolli udhtoi më një herë për Evropë, se e kishte edhe ishte duke agjeru dhe ishte e nevojshme me u kthy në Evropë, por që në mbrëmje më një herë mu më ka shkru edhe më ka uzu ku me shku, që ishte një shtet tjetër. Absolutisht javën tjetër ne do të udhtojmë, do të jetë prezent edhe presidenti Pacolli, sepse janë disa procese në cilat prezenca e tij është e domosdoshme për shkak të nivelit të lartë të leadershipit. Edhe unë besoj që gjatë kësaj periudhe do të ketë edhe rezultate të tjera, por që prapë po them, aktiviteti jonë nuk ndalet, por është shumë i rëndësishëm koordinimi me institucionet tonë. Ja, jemi fare në fund, nuk po zgjasim shumë, sepse unë planifikoj për të pas një rrëfim gjatë me juve, personalisht me juve, për përvojën e juj, për këto njohje, për që janë, ne që i dim janë të jashtëzakonshme. Ju tashmë keni kriju raport personal edhe me presidentin e Amerikës, zotin Trump. Kur po thëm ju, po i referohem zotit Pacolli në këtë rast. A mundroj qasja e Amerikës në raport me Kosovën, sepse ka ide të ndryshme për shkak të qasjes e kryeministrit Kurti, mund të ketë ftohje të raportesh, mund të ketë mbas edhe ndeshkim. Shiko, qasja e Amerikës ka ndryshuar në raport me botën. Komplet. Qasja e presidentit Trump ka ndryshuar komplet në raport me botën. Sigurisht, por ne po i bëjmë kashillak Amerikës. Pra, po i thojmë kush je ti, me na kallëzu neve. Ne duhet me të investojmë shumë në lobim. S'kemi asnjë kontratë lobimi. Lobimi është absolutisht i rëndësishëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe fatkeqësisht, siç po e thua edhe ti, nuk kemi asnjë lloj kontrate të lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E në anën tjetër, armiku jon Serbia investon miliona e miliona euro atje. Tet kontrata Nuk kishte shpjegohet aktive. ndryshe fakti që në 5 vjet e fundit i kemi ndru pozicionet atje. Kemi ndru pozicion. I kemi ndru pozicionet E frekshme Amerikës. kjo se po Është e frekshme. Në shtëpitë e bardhë janë shkuën përfaqësues të Serbisë. Ne qëndrojmë jashtë shtëpisë së bardhë. Do thënë kjo është fatkeqësi e madhe. Pse ndodhi kjo? Besoj që të gjithë dim përgjigje. Sigurisht na duhet për jush për shkak të përvojës, për shkak të kësaj që po bëni. Diskursi i pushtetit ka qenë i frekshëm. Në raport me. Për mu nuk është fare shqetësues diskursi i brendshëm. Absolutisht jo. Do të thënë ndosh quhet dikën hajvan, ndosh është absolutisht i parëndësishëm. Atje diskursi nuk duhet me ndryshu. Nuk është desh me ndryshu asnjëherë. Pse e quhen dikën hajvan, nuk është fare problematike. Por naiv me qujt. Jo, atje sekretari. veç mos e ndrysho kursin atje. Sepse atje nuk është gabim pastaj. Atje është më shumë se gabim. Nuk të falë. Nuk të falet dhe pastaj duhet më analizu edhe qëllimet, cilat janë qëllimet. Ka qëllim të Po. keq? Apo fshihet diçka prapa kësaj? Po, do të thonë me i dëmtu raportet me ata që e kanë prun Kosovën. Deri këto, vetëm qëllimi i mirë nuk është. Kjo është e frekshme. Lirë falenderoj shumë që erdhe në studio dhe pres kur ju t'jeni gati në rrëfim të jashtëzakonshëm që do na sillni për shikuesit tonë, për njerëz që na ndjekin. Faleminderit. Të sukses. Faleminderit.